Drejtuesja politike e Partisë Socialiste në Qark, Belinda Balluku, tha se qeveria dhe pushteti vendor kanë bashkëpunuar për përmirësimin e infrastrukturës dhe krijimin e kushteve më të mira për pushuesit. Ajo theksoi se Bregdeti i Fierit po merr gjithnjë më shumë vëmendje nga turistët vendas dhe të huaj, val investimeve dhe promovimit të zonës. Kjo ka qenë një fundjavë e rëndësishme për të gjithë Qarkun, pasi kanë organizuar festat e hapjes së sezonit, mbrëm në darkë në Divjak, sot jemi në Darzez, do zgjasë gjatë gjithë ditës, por duhet thënë se është një festë speciale si kur më parë. Falenderojmë Bashkinë për organizimin, Kuvendin Rinor dhe të gjithë subjektet lokale të cilat kanë marrë pjesë. Sot ka pasur dhe një garë kuajsh, që ka qenë një nga eventet më të spikatura, por sigurisht ajo që tërheq më shumë rinin, patjetër janë këngëtarët që janë ftuar nga gjithë Shqipëria, madje edhe nga Kosova. Në të gjithë vijën bregdetare të Fierit operojnë rreth 100 subjekte private, ndërsa këtë sezon do të jenë funksionale 6 plazhe publike të monitoruara dhe nga roje bregdetare. Pushuesit që zgjodhen Darzezën këtë fundjavë vlerësojnë pastërtinë e rërës dhe çmimet konkurruese, duke e cilësuar këtë plazh një alternativë më ekonomike krahasuar me plazhet e jugut. Po, më pëlqen si det, natyra, deti, rëra, domethënë çdo gjë është e mirë për mua. Mendoj se ky hapje sezonit është shumë mrekulli, shpresojmë që të bëhen akoma dhe gjëra më të mira dhe besoj se do ecin gjëra të mbarë. Frekuentoj gjithmonë. Hapja është shumë e bukur, pjesëmarrja është e madhe. I urojmë suksese këtyre organizatorëve. Duket më pastër, më mirë. Çdo vit. Në Darzez, vim. Po pse? Na pëlqen, është çik më qetë, se plazhet e tjera kanë shumë fluks. Po, sigurisht ajo privatësia? Po, është çik më qetë. Ju vini dhe me shoqet dhe me shkollat? Po, dhe me shoqet, me shkollat ja po bëjmë këtë eventin këtu që kemi ardhur për tenis. Gjatë gjithë fundjavës në Darzez do zhvillohen aktivitete festive dhe shfaqje me artistë nga Shqipëria dhe Kosova.